Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Rril të Lezhës. Policia njoftoi se rreth orës 9:40 shtetësi MP, 27 vjeç, me profesion elektricist, gjatë riparimit të një defekti në shtyllet të energjisë elektrike në fshatin Rril, dyshohet se ka rënë në kontakt me rrymën dhe si pasojë ka humbur jetën. Grupi timor mbërriti në vendngjarje dhe punoi për sqarimin e thënë të rastit. Nga ana tjetër, Shtëria e Policisë Rrogore arrestuan në flagrancë shtetësi të MG 31 vjeç dhe EK 33 vjeç pasi u kapën duke drejtuar automjetin në gjendje ndehur. Referumet e altë në prokurori nisi procedimi penal për një 16 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjet. Shërbimi të Komisariatit të Policisë Lezhë, referumet e altë në prokurori nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit GN 40 vjeç dhe EB 27 vjeç për veprë penale shpërdorimi tokës. Shërbimi të Komisariatit të Policisë Mirdit, referumet e altë në prokurori nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin GL për veprë penale ndërtimi paligjshëm. Ndërkohë dje kallzoi shtetësia DK 25 vjeçe se në një llogari false në rrjetet sociale postoheshin fotografitë e saj, po punohet për nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorit apo autorëve të rastit, njofton policia.